نجيت يا ربي Asalamu alaikum të nderuar dëgjues radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që po na ndiqni në këto çaste. Kemi ardhur në transmetim të drejtë për drejtë në radion Dituria Islame, edhe sonte si çdo të martë do të jemi të shoqëruar me profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxhan, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë ardhje në program. Selamu alaikum, i nderuar profesor. Mirë se erdhët në program. Aleikum selam wa rahmatullah, moderator Hadni. Allah ju rujt mirë se ju gjetëm. Amin. Derit. Dhe juve që edhe sonte jeni bashkangjitur si çdo mbrëmje, do të thotë si çdo mbrëmje të martë në transmetim të drejtë për drejtë në emision në valët e radios së Dituria Islame. Të nderuar miq, të nderuar dëgjues, sonte do të flasim mbi temën Kurani dhe Muhamedi alayhis salam. Këtë temë pra do ta trajtojmë në këtë emision të sonte dhe juve që na ndiqni, ju mirpresim me pyetjet tuaja. Të vini drejt për së drejti duke kontaktuar në +383 44 88 698 është numër telefoni nëpërmjet do thot në Kosovë nëpërmjet Viber, WhatsApp dhe gjitha rrjeteve të tjera mund të komunikoni. Po ashtu është adresa edhe Skype-it Radio Dituria Islame. Sigurisht mund të vini edhe nëpërmes telefonatave, njëkohësisht mund të vini edhe me anë të pyetjeve me shkrim. Ne do të përpiqemi në pjesën e dytë të programit ju përgjigjemi këtyre pyetjeve, ndërsa për këtë pjesë të parë të programit do të dëgjojmë ligjëratën e profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha mbi temën pra siç e paralajmërova, Kurani dhe Muhamedi alayhis salam. Prandaj ne pa humbur kohë do të kalojmë linjen po me video dhe me zë tek profesor doktor Hafiz Hayreddin Hoxha, më pas kthehemi në pjesën e dytë të programit. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut xhalla shanuhu, i cili është shumë i mëshirshëm dhe mëshiron pa mas. Falënderimet i takojnë Allahut xhalla shanuhu, ashtu si ka hije atij subhanahu wa taala. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë ja dërgojmë të dashurit e pejgamberëve, krijesës më të bukur, krijesës më të mirë. Atij të cilin e ka dërguar Allahu xhalla shanuhu me nxjerr popullin e tij në dhulumat, në nur, nga teri. Po jo një terr, është përmend shumë si në ajetin koranor, dhulumat, terna, shumë terna, në një dritë. Paqja dhe mëshira Allahut për këtë pejgamber të dashur, mbi Muhamedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij dhe për të cilët ata e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndes të gjithë me zemër, vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, kudo që na ndiqni, kudo që jeni, apo kush na dëgjon sonte apo raste tjera. Lutë Allahun xhalla shanuhu për mirëqenien tuaj, për familjen tuaj, dhe për mirëqenien e barë muslimanëve, kudo që t'jenë. Po vazhdojmë me temat tona serike dhe sistematike rreth integrimit të fesë islame në jetën tonë përditshme dhe rreth rëndësisë së integrimit të mësimeve fetare islame në jetën tonë, në shkollat tona, në institucionet tona, në mënyrë që të dalim nga ajo krizë, apo nga ato kriza që i kemi përmend më herët, që nuk ka nevojë tani i përsërisim, krizat e korrupsionit, problemet morale, problemet shoqërore, e tjera. Prandaj, ne po vim me një alternativë, po parashtrojmë një program të shëndosh, të mirëfillt, për popullin tonë, për të mençurit tanë,
për liderët tanë, për udhëheqësat tanë, dhe në radhë të parë për ne si besimtar, si musliman, që këto programa, po këto alternativa tjera edukativa arsimore që po i paraqesim, ne besojmë bindshëm dhe fuqimisht besojmë, më thonë me të madhe, që këtu është zgjidhja. Nëse praktikohen këto programe, nëse mirëfillen dhe futen në jetën tonë, në programet tona, në kurrikulat tona edukative arsimore, kin me pa se na me të vërtet do të ndryshojmë së shpejti dhe do të bëhemi një popull më i mirë, një rini më e fortë, një rini më aktive, më e dashur, më e sinqert, më punëtore. Këto janë frytet që mirë priten, këto programet të cilat na po i ofrojmë, do të thonë në frymën bashkëkohore dhe me një vizion bashkëkohor. Allahu xhaleshanuhu, ai është i cili u ambush zemrat dhe kokat e liderëve, udhëheqësve dhe mundohen të analizojnë dhe i fusin në praktikë të mësime. Allahu është i vetmi ai. Ne bëjmë punën tonë, i japim programet tona, angazhimin tonë, ligjëratën, po analizat, rekomandimet, sugjerimet, po kush e ka në dorë rezultatin, është ai vetmi Allah i plotfuqishëm, subhanahu wa ta'ala. Sonte, për të cilën kemi hulumtuar dhe kemi menduar që është radhës dhe arsyeshme, e kemi zgjedhur temën, pasi po flasim na për programe të shëndosha, për alternativa të shëndosha, me baza të shëndosha, atëherë e zgjodha personalitetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, po si në radhë të parë, pa u fut në detaje të historisë islame për jetën dhe biografinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, ne po mundohemi të bëhemi Kur'anit, burimit parimor, po, dhe me pas se çka ka folë Kur'ani për këtë pejgamber. Çfarë vlere i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu këtij pejgamberi? Çfarë respekti, çfarë nderi i ka dhënë këtij pejgamberi në mesin e shumë pejgamberëve? Çka është raporti ynë me këtë pejgamber të fundit? Ku qëndrojnë raportet tona aspektin e mirë të përfilljes dhe praktikimit të urdhrave dhe mësimeve të tij? Ku qëndrojmë ne me dashurinë tonë ndaj tij? Ku qëndrojmë ne me familjet tona, me fëmijët tanë? Çfarë raporti kanë familjet tona dhe fëmijët tanë me këtë pejgamber më të mirë që ka dërguar Allahu xhaleshanuhu? Prandaj, nëse na mundohemi me kuptua këtë çështje, ashtu si i ka hije, pasi që kemi besuar në Allahun fuqimisht, fuqiplot, xhaleshanuhu, dhe kemi besuar në librin e tij, Kur'anin, famlart, atëherë çdo gjë që flitet duhet të jetë për neve ashtu me thonë vlerë, sa që nuk guxojmë të dyshu fare. E mas mirëti që na flet neve për këtë pejgamber, për këtë udhëheqës, për këtë lider, për këtë babë, për këtë burr, për këtë mufti, për këtë, do thot, imam, është Kur'ani. Shumë të tjerë kanë folë prej muslimanëve dhe prej jo muslimanëve për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po në radhë të parë, ne po mundohemi të him Kur'anit përgjithësi në mënyrë universale, dhe pasi që të him dhe thot Kur'anit kështu, pati në gjitha ajetet, neve në fund do të dalim me një rezume
se a meriton shëmbëltyra Muhamedit alayhis salam me qenë shëmbëltyr, më thënë edhe për ne në këtë kohë. Dhe a bën që jeta dhe historia dhe morali dhe sjelljet e tija të futen shkollat tona, jetën tonë, shoqërinë tonë, apo jo. Pasi që të ndëgjojmë këto ajetet me këto komentime, këtu kemi me pa se a kem nevojë na sot për një lider që është shëmbëltyr, që është mostër, që është shembullor çdo aspekt. Kemi për të pa. Pa u zgjatur në tema anësore, ne fillojmë me ajetin që Allahu xhaleshanuhu i jep njerë garancë dhe e vulos se pejgamberi alayhis salam me të vërtet ka qenë në shkallën më të lartë të moralit. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Në surët al-Qalam, po Allahu xhaleshanuhu përbetohet po me disa përbetime në sintaksin e gjuhës arabe. Wa përbetohet, sikur se na kur thojmë wallahi, po dhe kjo vavi këtu është edhe lidhse, ta jetëve që kanë ardhur më herët, nun, wal qalimi wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika min majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, tu do thot dyfishohet me të vërtet. Ti ja Rasulullah je në një shkallë të lartë të moralit. Wa innaka la ala, është edhe një lam tonë në gramatikën e gjuhës arabe që konfirmon çështjen që do të jenë pastaj, më thonë me dy konfirmime, po dhe nëse marrim idenë e vavit që është vavi që përbetohet, bëhen 3 konfirmime gjuhësore për me moralin e Muhamedit alayhis salam. Do të thotë, kemi garancion nga Allahu xhaleshanu, kemi konfirmim nga Allahu xhaleshanu se me të vërtet Muhamedi alayhis salam e ka arrit shkallën më të lartë të moralit. A thënë njerë kështu, zemra na qetësohet neve, se nëse e marrim biografinë dhe jetën e tij me fut në jetën tonë, atëherë dikush do të thotë, po edhe ai ka qenë njeri sikur na, edhe ai ka pas ndoshta gabime, ndoshta edhe ai ka gabu, andej këndej. Këtu njerë, gjitha këto dyshimet, gjitha këto skepticizmat, gjitha këto vezveset, na me këtë ajet kuranor, na do thot i shërojmë dhe i eliminojmë. Nuk ka do thot askush që e ka përmbush shkallën më të lartë të moralit përveç se Muhamedit alayhis salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të. Ky është numër 1. Kjo është baza. Do thot është mostra jonë. Është mostër që na sot kemi problemin korrupsioni moral që kemi folë më herët, prandaj kush neve na shëron çështjen e moralit, na shëron do thot shëmbëltyra kur na japin do thot po zëvendësime. Japin do thot raqetën e duhur për shërime morale e përkëm atëherë e kemi Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ajeti tjetër në Kur'an, Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete në flet kur ka thënë laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, laqad manna Allahu 'ala surat Ali Imran 164 idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Shumë i mëshirshëm ka qenë Allahu ndaj besimtarëve, por prej mesit tyre arabë, Qurayshitëve dhe Qurayshëve të Mekës, po nga mesi tyre e dërgoi po thotë idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, e dërgoi një pejgamber nga ata, yatlu alehim ayatihi, i lexon atyre ajetet e Allahut, po ju zakkihim, do a pastron moralin e tyre, o pastron do thot po shpirtin e tyre, do u mëson wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, o mëson librin, Kur'anin, o mëson fjalët e mira, mençurin, po sepse para pejgamberit alayhis salam kanu fi dalalin mubin, ka qenë në humje dukshëm, kanë qenë do thot ndalalet, kanë qenë në humje. Prandaj mëshira Allahut ka dashur që ta dërgoj pejgamberin alayhis salam tek arabët, fisik arabët
nga dishullin arabik, mesin e Qurayshve, nga mesi i tyre. Kështu që mësojnë ata pastaj kush është ky njeri, se na dërgoi Allahu xhaleshanu një person apo një pejgamber me gjuhë tjetër, prej kabiles tjetër, po nga vendi tjetër. E Allahu xhaleshanu e ka thënë nga mesi i tyre, me gjuhët e tyre, edhe nga fisi i tyre, të thotë një njeri që e njohin ata. Ajeti tjetër, Allahu xhaleshanu po flet që ardhja e pejgamberit alayhis salam, ardhja, shpallja e tij si pejgamber, para se të shpallet, myshja për këtë ka qenë edhe në Teurat dhe në Injil. Ka qenë edhe librat të krishterëve, domethënë të krishterëve dhe të jahudit, të ehlul kitab, ata e kanë ditë që ka më ardhur një pejgamber para kiametit, para kohës fundit. Po. Edhe sifatet e pejgamberit, cilësitë e këtij pejgamberit janë përmendur edhe në Teurat. E prandaj Allahu xhaleshanu ata besimtar që kanë besuar në misionin e pejgamberit alayhis salam, po i ka lavdruar, po thotë alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil. Edhe ata cilët e ndjekin këtë pejgamber i cili është i dërguar i Allahut, i cili do thotë nuk ka ditë as me lexu as me shkruajt, nuk ka ardhur me paragjykime, nuk ka ardhur i shkolluar, do thotë me planet domethënë personale apo me propozime apo me alternative, apo ka qenë i pastër, natyrës pastër, Allahu ka rujt nga gjitha këto, po ata cilët e ndjekin këtë pejgamber, të cilin e ka përmend Allahu në Teurat dhe në Injil. Çka kanë qenë prej sifateve, prej cilësive të këtij pejgamberi? Po kanë qenë do thotë që ai pejgamber gjithmonë i ka urdhëruar kahamira. Dhe do të urdhëron kahamira, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dhe ndalon nga të keqja, wa yuhillu lahum at-tayyibat, wa bon halal atyre wa lejon gjanat e mira, wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, edhe u ndalon atyre gjanat e këqija dhe të dëmshme, wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, ekstremizmat, shtrëngimet dhe disa principet të shariatit të jahudive, të hebrejve, dhe që kanë qenë shumë ekstrem, se kanë qenë çdo popull vetë ekstrem dhe problematik, edhe Allahu ja ka thënë aty në do thotë një dispozit shariatit shumë trand, shumë ekstrem. Po, sipas natyrës së tyre, po, e kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, ka ardhur me një tolerancë, ka ardhur me një shlirim, ka ardhur do thotë me një modifikim, lehtësim për besimtar musliman. Po. Ka ajet në surat al-A'raf 157. Ardhja e pejgamberit alayhis salam, do thotë është ardhje universale për gjitha popujt. Jo vetëm për arabët e gatishullit arabik, jo vetëm për krishterët apo ehlul kitab, krishterët dhe hebrejt. Jo. Ardhja e tij, misioni i tij është universal për gjitha popujt, pa dallim rase, ngjyre dhe feje. Këtë vërteton Allahu xhaleshanu në Kur'an duke thënë, po në surat al-A'raf 158, përsëri ajeti 158, vazhdimi 157, Qul ya ayyuhan nas, thuaj o Muhammed, popujve që të cilët kemi pa gjatë predikimit, o ju njerëz, ayyuhan nas, jo besimtar, o ju njerëz, musliman dhe jo musliman, inni rasulullahi ilaykum jami'a, unë jemi dërguar i Allahu xhaleshanu për gjithë ju. Unë jemi dërguar i Allahu xhaleshanu për gjithë ju. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Që ati përket pushtetin që ka qielleve dhe i tokës, është në dorë të tij jalla wa ala. Po, alladhina amanu bihi. Po, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. La ilaha illa hu yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulih. Nuk ka Allah tjetër përveç se një, prandaj besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Idhen, do të thonë, ardhja e tij universale për gjitha popujt, lajmi për ardhin e tij ka qenë edhe librat e hershme, po se ky njeri i fundit, do thotë që do të jenë pejgamber i fundit, do të jetë në shkallën më të lartë
të moralit. Po vazhdon ajete tjera në Koran, përsëri Allahu xhaleshanu duke konfirmuar thon: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Kemi dërguar ty ja Rasulullah për tërë njerëzit. Kemi dërguar myshdhëdhënës. E dhënë myshde, lajme të mira, o beshir, o dhe nedhir, kemi dërguar dhe qortues për me i fregu ata, do thot, nga dënimi i Allahu xhaleshanu. Një mision, do thot, një menheq, një sistem i edukimit, po i ngjalljes shpirtërore, morale, po duke pas parasysh shpërblimin e mirë për veprat e mira, po ata cilët bëjnë, po duke pas edhe parasysh duke qortuar edhe nga dënimi për ata cilët bëjnë vepra të këqija. Mirë, për fundi ajetit po thot: "Walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Mirërisht shumica e popujve dhe njerëzve nuk e din këtë realitet. Me vërtet nuk e din, vazën surët e Sebe, ajeti 28, me vërtet nuk e din akoma se çka do me thonë ardhja dhe misioni pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Po vazhdon ajete tjera në Kur'an. Allahu xhaleshanuhu tash me tregua se ky pejgamber a i dhimë mina ati, a është, të thot, a kujdeset ai për të mirën tonë, për shpirtin tonë. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Ka ardhur një pejgamber nga ju, mesi juj, që është shumë i ndershëm, shumë i shtrenjtë. Alayhi ma anittum, azizun alayhi ma anittum. Çka keni pas probleme në jetën tuaj, ardhë ky pejgamber për me u lehtësu juve jetën. Harisun aleikum, shumë është interesuar për çështjen tuaj. Shumë është, të thot, i kujdesshëm për edukimin tuaj, për mirëqenien tuaj shpirtërore, morale dhe sociale. Haris, gjuhën arabe dhe me thonë, sikur sa lojtari që e rundët në një vend nga rreziku, ashtu edhe do thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë, do thot, shumë i ngarkuar nga Allahu xhaleshanu me mësime dhe me ligjerata dhe me udhëzime për të mirën tonë. Bil mu'minina raufur rahim, për besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij, është shumë i dhimbshëm, shumë i butë dhe i mëshirshëm. Domethënë, një njeri i cili don, atij i dhimbesh. Dhe nga dhimbja e madhe që të ka ndaj teje, ai ty të udhëzon, dhe të mëson, bën kështu dhe mos bën kështu. Sikur se prindi kur i udhëzon fëmijët e tij, mësuesi, nxënësat, profesori, studentët në fakultet, po ka dhimbja e madhe që ka në zemër, nga dashuria e flakt që ka në zemër për ata edhe i mëson ka mira, po edhe i qorton nëse ata bëjnë diçka keq. Do thot, kështu shkon e jeta në mënyrë balancuar, do thot, është si njeriu më i kujdesshëm për të mirën tonë. Bili më i kujdesshëm dhe më i dhimbshëm dhe më i mëshirshëm se sa prindët tanë, baba tonë dhe nana tona. Ja, pra kështu është Muhamedi alayhi salam për të gjithë ata cilët e ndjekin rrugën e tij. Bil mu'minin raufur rahim, shumë i mëshirshëm, shumë i butë. Është dhe përmend dy fjalë, rauf, po edhe rahim. Rahim pe dimna i mëshirshëm, po kjo rauf është ala më fort se mëshira. Po, rafe, rrjet dy fjalës, rafe, dhimbje të thellë në zemër, po, dhimbje të thellë në zemër ka tajnesh. Ja, pra kjo është mostra Muhamedit alayhis salam, të cilën na, do thotë edhe Kurani, po na mëson se si na me ecë rrugës së tij. Shifni tani, këtë mostër të lartë të shpallur nga Allahu xhaleshanu, të dërguar mëshirë për njerëzin, mëshirë për ne, tash e lyp sistemi njerëzor edhe sistemi hynor i Allahu xhaleshanu, që këtë pejgamber
nuk guxon dikush më tall me të, me hy dhe me marrë në përgoj dhe me etiketat të cilat do të thotë na sot po i shohim dhe po i lexojmë dhe po i ndëgjojmë nëpër media të ndryshme. Ka pas edhe në atë kohë gadishullin arabik, prej arabëve, po edhe prej krishterëve do thotë edhe çifutëve, po edhe mushrikëve, të cilët do thotë kanë folë keq për pejgamberin alayhis salam. Do thotë e kanë akuzuar me akuza të rënda dhe e kanë fyje do thotë po e Allah xhaleshanu në Kur'an ka bo me dije, po që ka bo me dije, inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu, ata cilët i bëjnë keq Allahut, se në jetën kohë kur ti e shon pejgamberin, e fyen pejgamberin alayhis salam, e akuzon ata, në jetën kohë ti ka akuzuar dhe Allahun xhaleshanu, krijuesin tan. Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu, ata cilët i bëjnë keq Allahut, po dhe të dërguarit të tij, la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Ka përthi mallku Allahu xhaleshanu ata në këtë jetë dhe në ahiret. Wa a'adda lahum 'adhaban muhina, dhe Allahu u ka përgatitur atyre një dënim shumë të poshtruar. Muhin min al-ihana, arabisht i thënë, do të thonë një dënim, jo vetëm dënim, mu dënu do thotë po me durua dhintën, po dënim, po dhe i poshtruar. Runa Zot, vetëm Allah e din se çka është ai dënimi i poshtruar ditën e Kiametit. Prandaj, as këtë pejgamber me këtë mosër, me këtë shëmbëltyr, me këtë vlerë, me këto tipare, me këto cilësi, me këto sifate, nuk guxon dikush tash na nuk guxojmë me leju, po dikush më tall me të dhe me fyje dhe me marrë në përgoj. Ka qenë turpi i madh vitin 2006, kur ata të karikaturës dhe të nga Danimarka, po kur kanë shkruajtur do thotë karikatura dhe kanë marrë personalitetin e Muhamedit alayhis salam u tall me të. Kemi qenë në konferencë internacionale në El Bahrein, po dhe të gjithë kemi ngrit zërin e protestës për këtë punë dhe kemi dënuar dhe denoncuar ashpër për këtë punë. Po, pastaj nuk janë ndalë këto punë të këqija. Përsëri në Francë janë përsërit kohë të fundit. Çka po flasin mediat? Shprehja e lirë. Po, e çfarë shprehje e lirë është kjo, do thotë ashti kur ti ma hyen pejgamberin tim, njeriu më të shtrenjtë që unë kam në zemër, që unë besoj se është i dërguari i Allahut, është ideali im, është mësuesi im, është imami im, është udhërofyesi im. Kur ti del dhe ma hyen ato dhe ma akuzon, atëherë këtu unë duhet ta mbroj ato me tërë fuqinë që e kam, dhe nuk duhet me toleru palën tjetër për me zgjat gjuhën apo lapsin mu tallë me këtë pejgamber. Po, kjo është qëndrimi i muslimanëve, duhet ta japin jetën, po të flejojmë jetën për mbrojtjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, për mbrojtjen e sunetit të tij, jetës së tij, po shëmbëltyrës të tij alayhis salatu wassalam. Kështu e kemi në zemër, në akide e kemi. Nuk guxojmë me shujt. Nuk guxon kjo më komentu me shprehje të lirë. Freedom of speech. E çfarë freedom of speech? Shprehje, liria e shprehjes është kjo kur ti po shkakton tallje dhe po shkakton do të thotë acarim mes komuniteteve të ndryshme fetare. Po, ne e kemi ndaluar në rrepsisht në Kur'an për një akuzuar dhe për më i fy personat e religioneve tjera. E kemi ndaluar në haram, e kemi me Kur'an. Po, kemi haram. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Mos i fyni ata, as mos i shani ata të cilët nuk i besojnë Allahu xhaleshanu. Leni të lirë. Po, la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Se ju nëse i akuzoni ata, i fyni ata pastaj revanshohen dhe hakmirën ndaj nesh. Edhe ata pastaj e fyen Allahun xhaleshanu dhe pejgamberin e tij. Po, këta janë këta mësimet dhe do të thotë rregullorët apo principet të cilën na do të duhet të sillemi me pejgamberin ton, po dhe të thotë me pejgamber të tjerë, po. I dojmë të gjithë i dojmë
La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, nuk bëjmë dallim mes pejgamberëve as pak, mirë po pejgamberi alayhis salam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai ka qenë kapaku i tyre, wa khatamun nabiyyin, dhe vula e pejgamberëve. Vula e pejgamberëve. I fundit i pejgamberëve. Allahu xhalla shanuhu për me ngrit leftën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, po në surët al-Ahzab na flet Arabt e Mekës kanë pas disa tradita të këqija mesin e tyre dhe shoqërore sociale, dhe ndër ata Allahu xhalla shanuhu do thotë për me tregu realitetin dhe misionin e tij, Allahu i ka demantuar këto akuzat e tyre, të cilët pejgamberit alayhi salatu wassalam i kanë thënë se ka pas një shërptor pejgamberi alayhi salam, po atë shërptor e ka pas marrë dhe e ka pas adoptuar Zeid ibn Haritha. Prandaj e ka adoptuar ato, saqë është përhap pastaj pe adoptimit, pe kujdesit e pejgamberit alayhi salam mesin e muslimin apo jo besim duke, se Muhamedi alayhi salam u bë, do thot Zeidin, e ka marrë për djalë. Allahu xhalla shanuhu i zbrit ajetin në surën al-Ahzab, duke thënë ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. Pejgamberi alayhi salam, Muhamedi alayhi salam, në këtë kontekst përmendet emri, po çka Muhammed këtu do thotë, ata kanë thënë që Muhammed kështu, prandaj ka ardhur përgjigje nga Allahu në mënyrë të njëjtë, po nuk ka qenë baba i askujt, po walakin mirë po Rasul Allah, i dërguar i Allahu xhalla shanuhu, wa khatam an-nabiyyin, dhe vula e pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam. Në surët al-Ahzab përsëri Allahu xhalla shanuhu po na flet që i thot ja ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, kemi dërguar tyje si dëshmitar për popullin tënd dhe për tërë popullin. Po kam dëshmuar për Allahu xhalla shanuhu që ai ka predikuar Islamin dhe i ka thirrë në udhëzim. Shahidan wa mubashira, edhe përgëzues, lajmdhënës, më thënë myshdegji, lajme të mira, wa nadhira, edhe qortues, po da'iyan ila Allah, të kemi dërguar thirrës të rrugës të Allahu xhalla shanuhu, wa sirajan munira, dhe dërgimi yt, misioni yt ka qenë si ajo siraj në gjuhën arabe i vjen si ajo llamba, do thotë që e ka fitilin dhe përfundi i fitilit është do thotë ai gazi apo që e kam i dhes përpara, do më thë prindërit tanë dhe sot asaj dite, i atyri dhe e merr forcën e fitili dhe ndriçon. E pejgamberi alayhis salam ka qenë, do më thënë, dritë e shpallur nga Allahu xhalla shanuhu, dhe fjalët e tija, gjestet e tija, po sjellja e tij ka qenë siraj, ka qenë si ajo dritë e pashtershme, që i ka sirajën munira, shifri fundi i ajetit, ka qenë siraj, po që e ka marrë dritën nga Allahu, nga Kur'ani, po dhe o ka ndriçuar jetën e tjerëve. O ka ndriçuar jetën e tjerëve. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka qenë si ajo llamba që ka pas forcën e dritës dhe udhëzimit dhe shkëlqimit, ndërsa të tjerët, do të thonë, ja kanë pa hajrin me dritën dhe nurin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sikur se përmend Allahu xhalla shanuhu në Kur'an, po tebaraka alladhi ja'ala fis samai burujan, i lartë madhëruar qoftë Allahu xhalla shanuhu, i cili ka krijuar do të krijesa të mëdha, planete, do të thotë që na shohim dhe nuk shohim, do thotë po وجعل فيها سراجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها شمسا وسيس po e që Allahu xhalla shanuhu ka bën وجعل فيها قمرا وسراجا منيرا, e ka përmend Allahu xhalla shanuhu edhe diellin edhe hanën. Po dielli i ka thonë siraj, ndërsa hanës i ka thonë qamar munir, që e merr dritën nga dielli. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا, po
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها نعم شمس tash ajete s'më kujtohet më vonë tash më kujtohen inshallah se shumë ajete ndonjëherë na përzihen e qëllimi o këtu do thotë si dielli që ka atë bazën e ndriçimit të pashtershëm ndërsa hana ndriçohet nga dielli qështu dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë nur i pashtershëm ndërsa popujt dhe xhamati dhe ata cilët e kanë ndjek janë ndriçuar do thotë me ndriçimin dhe udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ky ishte do të thotë se i përket rëndësisë së misionit të tij. Se kush është ky pejgamber? Çfarë rëndësie ka? E çfarë detyre ka? Tani obligimi jon, çka është ne si musliman? Çfarë raporte kemi duke përgjigjur tani pyetjeve që i shtruam në fillim të ligjëratës? Kjo është ajo metoda shkencore dhe akademike të shtrohen pyetje gjatë studimeve, pastaj të jepen edhe përgjigjet gjatë shkrimeve apo ligjëratave, po na a kem me obligim dhe me farz dhe ndjek e pejgamber, po e kem obligim dhe obligim kuranor, farz që nuk pranon avancim as pak, që na Allahun dhe pejgamberin e tij ta respektojmë dhe ta t'i nënshtrohemi urdhrave të tyre. Fela wa rabbik. Shifni çka thotë kjo ajet në surën An-Nisa. Fela wa rabbik. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Wallahi nuk e kanë besimin e plotë, nuk beson asnjë popull, as shokët e tu, as musliman, nëse ata ty nuk të marrin për të thotë për menda si referues. Nëse ata nuk të referohen tyje për problemet e tyre që ndodhin sociale, familjare, shtetërore, fetare, atëherë ata nuk besim nuk kanë. Do të thotë patjetër më referua fjalëve të pejgamberit alayhis salam, fjalëve të Allahu xhaleshanuhu, nëse na dëshirojmë tani që besimi ynë të jetë në atë nivel të duhur, Po, se përndryshe nuk mjafton besimi vetëm në Allah, po duhet edhe besimi në Muhamedit alayhis salatu wassalam. Se shumë gjëra në Kur'an, shumë tema dhe shumë ligjet e Allahu xhaleshanuhu në Kur'an janë përmendur në mënyrë universale, përgjithshme, pa interpretime dhe pa komentime, e ka ardhur suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai ka interpretuar dhe me vepra dhe me fjalë se si kuptohen këto ajete. Në asnjë vend në Kur'an nuk ka po se si falet namazi i sabahut, apo i akshamit, apo i drekës, apo i ikindis e yatsis. Po si falen ato numrat e recateve. Kush na ka bërë me dije numrat e recateve? Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Vepra e tij. Në asnjë vend në Kur'an nuk ka, do thotë se Kur'an ka udhëzime përgjithshme. Dhe falë namazin dhe jepni zakatin. Aqimu s-salat wa atu z-zakat. Përse si jepet zakati, llojet e zakatit, përqindja e zakatit, askund në Kur'an nuk ka këto detalet. Kush i ka treguar këto detalet? Ka treguar vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Apo shihni ku rëndësia e përfilljes së urdhrave. Nuk guxojmë na me dallim me sunetit e Kur'anit. Kur'ani numër 1, po në suneti është do të thotë sqarues dhe komentues, interpretues i shumë dispozitave të shariatit të ajeteve të Kur'anit. Es-sunnetu mubayyinatun wa sharihatun li kitabillah. Po, wa musharri'atun li ahkamin jadida. Në disa raste, po dhe ka pru dhe ligje të reja sunetit, që nuk jem përmend në Kur'an. Prandaj, tu është rëndësia e sunetit. Se si kryet haxhi. Allahu në Kur'an ka thënë: "Wa yatimul hajja wal umrata lillah." Kompleton haxhin dhe umrën për Allah. Po, ama se si kompletohet ato dispozitat e haxhit detajisht. Kur duhet mi vesh ihramet, kur duhet mi hek ihramet, kur duhet me prej kurbanin, kur duhet të thotë mi shkurtua flok, po kur lirohen nga ato obligimet, po këta i ka treguar Muhamedi alayhis salatu wasallam me veprat e tij. Duke qenë në deve me shokët e tij, ka thënë atij: "Khudhu anni manasikakum." Shifni unë se si
të kry këto dispozitat e haxhit dhe jo më kopjoni mua. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Çush po falem unë edhe jo falem në sikur unë. Prandaj këtu qëndron rëndësia e besimit të pejgamberit në misionin e Muhamedit alayhis salam dhe praktikimit të udhëzimeve të tij në jetën tonë, dhe se ne nuk guxojmë, po asesi këtu do thotë të çojmë pe apo të jemi më tolerant. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Nuk guxon një besimtare me pas opsionin apo shirën e tij apo të saj personale kur ron pyetje Allah apo pejgamberi. Kur ron pyetje shariati i Allahut dhe Kuranit, fjala e Allahut dhe pejgamberit, tu nuk ka të thotë fjala e Allahut dhe pejgamberit, ata janë primare. Ata janë vendimtare, tu mendimi im, opsioni im, po tu bjen poshtë atë. Nuk kam çka filozofoj këtu tani, po domethënë pasi Allahu ka bërë të qartë hukmin, po marr parasysh cilët problem. E ka bërë të qartë. Po nëse nuk kemi në Kur'an, e kemi në Sunet. E Allah po thonë në Kur'an këtu në surën Al-Ahzab 36, po që nuk ka do të thotë çat moment që të urdhëron Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, ne obligohemi për me çuar vend urdhat e tyre. Për besimtarët, për tërë njerëzin, ardhja e pejgamberit alayhis salam, po pejgamberlloku i tij është burhan, është nur, është si një argument i qartë, argument i madh dhe i dukshëm, saqë nuk guxon askush me poshtë. Nuk guxon askush do thotë, pale sa më munduo ditë natë me kritikat, me njollosit, si orientalistët, si disa intelektual, vendet tona, si në botën arabe, si në Evropë, po që mundohen për me etiketua pejgamberin alayhis salam, ajo është si dritë e diellit bre. O si nur shams, po ajo është si dritë e diellit. A mundemi na do thotë diçka më bon dritës së diellit? Ashtu edhe misionit dhe personalitetit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Po, ja ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Ju ka ardhur nga Allahu një argument i madh dhe i qartë, burhan. Po, wa anzalna ilaykum nuran mubina, dhe kemi zbrit nga Allahu për i katalog një udhërfyes nur qartë, dritë. Fjala është për Kur'anin dhe për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ajetet tjetër në surën Al-Anbiya që është kajmaku tash i këtyre ajeteve, po وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kemi dërgu ty o pejgamber, o i dashur jam, mëshirë për gjitha krijesat dhe gjitha botrat, është përmend al-alamin, bota. E çfarë komentet e kanë dhe komentatorët e Kuranit thu? Alemul ins, bota njerëzore, wal jin, bota e gjinve, po alemul ins wal jin, o tajr, bota e shpenzëve, po bota e kafshëve, bota e insekteve, bota do të thotë e krijesave, do thotë të oqeaneve, të ndryshme. Gjitha do thotë çka ekziston në këtë qiell, në këtë univers, ardhja e pejgamberit alayhis salam ka qenë çka rahmet. Edhe më të vërtetë, apo më marr me këshir, është detajisht jetën e tij se si është sjell me natyrën. A e ka prej lisat apo jo, i ka ndaluar për mi prej lisat, po i ka ndaluar për mi djeg, i ka ndaluar mos pllliqen bazenet dhe ujnat, do thotë ku populli i përdor ata ujnat për pastrim. Ka urdhëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam në një vend hije ku populli pushon parqet për mirëmbajtjen e tyre. Higjienën nuk guxon aty pare, do thotë mundot ato vendet absolutisht, pse janë në interesin njeriut. Po për botën shtazore, sa hadithe ka folë ky pejgamber alayhis salam që Allahu ka shtini gruan në xhehenem dhe ka djeg, do thotë ka dënuar se
shkaku i një mace e ka shtinë kafas atë mace dhe se ka lënë do thotë më ushqye, do thotë nga ushqimet çka më zakonisht macja ushqehet. Po i ka dalu pejgamberi alayhis salatu vesselam torturat ndaj kafshëve bre. Ka ardhur devja dhe pejgamberi ka pas ato cilësi dhe ato aftësi ku Allahu e ka pajis që e ka ditë edhe gjuhë të do thotë ka marrë vesh dhe gjuhën e kafshëve, devja u ankohet te pejgamberi alayhis salam. Si Sulejmani alayhis salam që qëndron në shkruan në Kur'an, po në surën Naml e ka ditë gjuhën e bubrecave, gjuhën do të zogjve, e pejgamberi alayhis salam e ka ditë edhe gjuhën e shtazëve, ka ardhur po ankohet, ka thonë po më ngarkon dhe po mundon mua i Zoti jem, pronari im. Po më ngarkon shumë rënë për shkretin, e ka thirrë pejgamberi alayhis salatu vesselam, ato i ka thonë ki kujdes. Kutjo Allahut dhe mos. Ja Rasulullah, të flijojmë me shpirt dhe me jetën tonë, po sa i çmushëm, sa i dashur i tek ne, po mjerisht shumica e popujve dhe njerëzve nuk të dinë vlerën tënde dhe shëmbëltyrën tënde, rëndësinë e misionit tënd. Po pejgamberi alayhis salatu vesselam sa herë që na ka thënë edhe kur prejmë kurban bre, mos me mundu kurbanin. Po ku janë bre këta mësimet sot bota që sot neve mundohet me na shit me mësime dhe mend që na do të sillemi mirë ndaj kafshëve apo mos i torturojmë ata, dhe janë disa emisione satelitore sot bukur, rregullin krejt ata në Amerikë, po edhe në Indi, po ku shkojnë i marrin ato kafshë të braktisura apo pronarët e tyre i kanë lënë dhe pa ushqim dhe pa ujë, i kanë lidhur në shtëpiat e tyre, shkon do dhe ekipi special i shtetit, po policia dhe ekipi shpëtues i shpëton ata. Shumë bukur, gest human, po të ishin musliman ata sa me vlerë. Pejgamberi jon alayhis salatu vesselam sa herë na ka mësuar neve na mos me torturua shtanzët. Edhe kur ta prejmë kurbanin, mos me torturua. Ku me prej thikën, po edhe thikën mos me pa kurbani para nesh, kur jenë koha kurbanit, po. E ku jenë ata kasaphanët e na, apo ata mishtorët, apo ata thërtorët, anën banë botës, që e përdorin qekiqat, me qekiqat mëdha, u sjellin kafshëve në krye, po, një herë, dy herë, torturat, e me hekur, po jenë gjitha në internet bre, dhimbje bre, vjen fikt më vëmi pa ato dokumentarë, apo ato rastet si kanë incizuar. Po ku jenë ato persona, ato kasaphanët, ato thërtore ku ma alltia, lul vallit, po, i therin, në mshajnë një herë, dy herë, i mundojnë ata kafshët. Një herë me allti, apo me qekiq, pastaj edhe me thik. Pejgamberi alayhis salam i ka ndaluar mos kështu. Ndaluar kështu gjuna është. Prandaj shëmbëltyra e tij që ka qenë rahmet për tërë botën shtazore, njerëzore, po botën e shpenzave, gjitha këto gjanat, do të thonë, edhe për ambientin e pastër, ardhja e pejgamberit, mësimet e tija jenë do të thotë shpëtim bre për ne bre. Po kemi nevojë për higjienën tonë bre, shëmbëltyr më të mirë vot bre. Po në për shkolla fillore bre, i muajmë na vetë men para 40 viteve, kur kemi qenë shkolla fillore në ish Jugosllavin. Edhe sot dhe asaj ditët, disa fotografi kanë qenë në mediat sociale në Facebook, kanë shkuar në qendrat Kosovës, qytete, i kanë fotografuar do thotë banjat publike, çka me pavra ato vende, bre, këtë masakra bre, niveli pastërtisë zero niveli pastërtisë. Rrugë, kantat e bërllogut, qypet e bërllogut, do më thonë, ambienti jo i pastër, shtëpijat, banesat, muret, shkallë, ku jenë këta njerëzët, pse vetdia e ulët e popullit, çka u mungon atyre? Atyre u mungon diçka. Atyre u mungon një shembull, një mostër, si pejgamberi jon alayhis salatu vesselam. Atyre u mungon një mostër që nga fëmijëria, që nga klaset e para të shkollës fillore, ata me mësu tërë biografinë e jetës Muhamedit alayhis salatu vesselam, se si u sjell ai në familje, se si u sjell me shoqërinë, se si u sjell po me masën, do thotë me kafshët, se si u sjell me ambientin e tjera. Mungesa e këtij,
të thotë kësaj alternative, mungesa e kësaj mostraje, të kësaj shembulltyre, ka ndikuar që na sot jemi në nivelin më të ulët të edukatës. Po, edhe në aspektin të higjienës personale, e mos flasim edhe më të tjerë. Rahmet, wa ma arsalnake illa rahmet. Fjala rahmet këtu në këtë kontekst komentohet në mënyrë do thotë shumë universale, shumë anën më të gjanë, do thotë pastërtia e mirë sjell shëndetin e mirë. Prandaj pastërtia është rahmet për njeriu. Po si lexojmë ajetet më herët në surën Al-A'raf, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ardha e pejgamberit alayhis salam na urdhëron për mi hangër gjanat e mira dhe mund ndalon nga gjanat e këqija të dëmshme. Dhe mu për këtë arsye, qaq që gëzon autoritet Allahu dhe pejgamberi alayhis salam në sytë Allahu xhaleshon dhe në Kur'an manë men këtë vëllezër të ndershëm. Askund në Kur'an Allahu se ka thirrë Muhammedin alayhis salam me emër ja Muhammed. Askund hiç. Janë dy vende ku i përmenda më herët, është konteksti i tillë ku aty do të vjen si replik përgjigje ndaj ku tham më herët surët Al-Ahzab që mushrikët apo si më thon Quraysh kanë thënë që Muhamedi alayhis salam e ka marrë për bir Zeid ibn Haritha, e ka adoptuar dhe e ka shndruar në djalë. Sa Arabi ka thënë ja Muhammed, i kanë thënë Muhammedin emën, janë treguar shumë arrogant, janë treguar shumë jo sjellshëm. Allahu ka thënë ma kana Muhammedun aba ahadin. Muhammedi nuk ka qenë babi askujt nga fëmijëve të juaj, i burrave të juaj. Po, walakin Rasul Allah. Kështu do thotë një, edhe anë tjetër kur ka përmend tash këto e kemi edhe ajetën përpara në këtë kontekst, Muhammedun Rasulullah. Kur ata e kanë luftuar misionin e tij, Allah e ka thënë, jo bre, jo, Muhamedi është Rasulullah, i dërguar i Allahut bre. Edhe ata cilët janë e ndjekin rrugën e tij, shokët e tij, sahabët, musliman, janë walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffar. Kur janë koha para luftës, në luftë para armikut, janë shumë të rraptë dhe të fortë shokët e tij. Ruhama'u bainahum, ndërsa kur nuk ka luftë, ka paqe, atëherë janë mëshirshëm mes veti shokët e pejgamberit, muslimanët. Shifni çfarë përshkrim për armikut, trima, bura, të rrët, dërsa mes veti but sjellshëm, mëshirshëm. E sot, pse nuk ekziston kjo alternativë, apo kjo shembull, pse nuk ekziston ky shembull i Muhamedit alayhis salam, mesin ton, jetën ton, po, shtëpitë tona, shkollat tona, kompanitë tona, qeveritë tona, na sot muslimanët kemi shndruar, po edhe këtu në Arabi, kështu, hiç nuk janë më të mirë as këta, po jemi shndruar na mes veti, jemi bon shumë trept, shumë trima, sa që jem gjendje edhe me marr jetën të njëri tjetër çdo moment, ndërsa para armikut shumicën e rasteve jemi bo si buba, s'pëna njihet zani hiç, jemi bo turt, e kemi shndruar këtë realitet në të kundërtën. Çka është shkaku i këtij fenomeni do thotë i frigacakisë, domethënë pse jemi i frigës, pse jemi bo frigacak para tjerëve, se nuk kemi mostër, nuk kemi marr coraggio, s'kemi marr domethënë fuqi shpirtërore, s'kemi marr shembull. Po ta kishim lexuar jetën e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, po jetën edhe shumë burrave, trimave, po si ka pas historia njerëzore. Që nga koha historia e Islamit do thotë Halid ibn Velidi, Hazreti Umeri, Salahuddin al-Ayyubi, etj, edhe kohët fundit gjatë komunizmit, kohën troje tona, po edhe tash luftën e fundit si Adem Jashari e tjerë rahmeti pas shpirti, po atëherë fëmijët tanë kishin në marrë kurajo dhe guzim dhe trimëri, dhe para armikut me qenë fort, si hekuri, si guri, ndërsa para tjerë mes vetit, na do të me qenë shumë modest. Këta janë ata tipare cilësit e atyre cilët shkojnë në rrugës Muhamedit alayhis salam. Mu për këtë arsye, në Kur'an Allahu xhaleshon askund se ka përmend me emër se ka thirr, sikurse Allahu i ka thirr pejgamber të tjerë,
Po, ja Adem, i ka thonë, Ademit a.s. Po, فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة o Adem me emër për thret Allahu xhela shanu bano ti edhe gruaja jote në xhennet. Na. Allahu xhela shanu i thot Hazreti Musës ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Po, o Mus, ty kum zgjedh do thot me pejgamberllëk, edhe ty të bëj pejgamber edhe me fjalët e mia. Ya Isa ibn Maryam, o Isa i biri i Maryamës. Ya Ibrahim, o Ibrahim. Ya Nuh, Allahu në Koran ja Nuhun e ka thirrë me emër, ndërsa pejgamberët alayhis salam ka thonë ya ayyuhar rasul, o i dërguari i Allahut. Ya ayyuhan nabi, o pejgamberi i Allahut xhela shanu. Kur se ka thirrë me emër sikur se pejgamber të tjerë. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton vlerën e tij, personalitetin e tij, misionin e tij, moralin e tij, që është shumë i shenjtë dhe shumë i lartë dhe shumë i dashur të Allahu xhela shanu. Prandaj, neve sonte, ku bota jenë çurodit, ku jenë tubuar, po, pas disa qasteve do të mundohen me bo masakra dhe kërdhina morale, po, dhe harxhime, ndërsa bota po vajton nga gjendja ekonomike, nga gjendja politike, nga gjendja morale, masakër është gjendja çdo kun. Po, sot shkaku i mungesës së pejgamberit alayhis salam, shkaku i mungesës mësimeve të tij në jetën tonë, shkollat tona, shtëpiat tona, po sot edhe shumica prej muslimanëve jenë çorodit në këtë rrugë, e me festua natën e vitit të ri, edhe me kthye, e me këndue, e me bo qef, valla, po Happy New Year, gëzuar vitin e ri, po, kul am wa antum tayyibun arabisht, po, gjonat, më gëzubre, qka më gëzubre e lam në vit mas vete, bre, në vit, kret luftëra, bre, kret fukarallëk, bre, qka më gëzubre, vrasje, bre, krime, bre, mbytje, bre, prapambetoni, bre, papunësi, bre, droga, bre, smundje, ike nga trojet e Kosovës, ike nga shtëpijave tona, do thot, zbrazja e vendit nga rinia. Çka më gëzona, me çka po gëzohen shqiptarët e musliman? Po kalon e vit, ja afru, ma afër e gjelit, tu ka shkurtu e jeta, bre. Pinxesh minutat, po, nëse on kyspet me jetu, edhe 20 vite, e son të shkojnë i vetët 19 kanë vetë. A on për më gëzua, i meqmi, nuk gëzohet, bre. Njëri u gëzohet për diçka, ja arrin qëllimit, për planifikon, për realizon diçka, për mbush planin, hap fabrika, hap shkolla, i asfalton rrugët, po papunësia është gati në nivel, në zero, të gjithë janë në gjendje të mirë ekonomike, të gjithë do thotë janë në gjendje të mirë shëndetësore, të gjithë janë në gjendje të mirë arsimore, atë njeriu nëse duhet më gëzu, atë në këto momente gëzohet. Po na gëzuar itineri, me çka më gëzu, bre? Me çka më gëzu aty, me çka më gëzu? Me luftra, me bomba. Akoma spanalen aeroplanat atje në Siri, bre, në Libi, e në Siri. Akoma duke ik, do thot, nga shtëpitë e tyre, do thot, banor duke i lanë në këtë ftoftë, në këtë borë. E në për kushit të ndryshme të Evropës, do thot, me vite, ku qërë dhe Kosovë në këshit që kështu. Qka më gëzua? Në thot, logikisht njerë, nuk ka vend më gëzua, na duhet më marrua, duhet më turprua, se kur gjë nuk kemi bët diçka, valla më gëzua dhe me festua se qa kemi realizu, qa kemi arritna. Ku janë universitetet tonë, ku janë studentët me bursa, sa bursa i kemi gjetë na do të për studentët tonë me studiu jashtë. Po, shkollat fillore si janë, të na, në çfarë gjendje janë, bre? Infrastruktura në përgjithësi, rrogat, pensionet, ndihmat sociale, me çka më gëzuar? Me çka më gëzuar? Mos flasim ato prallat se kishte Hazreti Isa ka lind, po në dimër, në dhjetor apo në janar.
as 10 janar, as 10 orë s'ka lind Hazreti Isa. Hazreti Isa me ajet kuranor, po Hazreti Meryemi para lindjes, po ka hangër hurma, rota pithan arabisht. Surat Meryem përmendet rota, hurma, buta, taze, ata jetë në që shumë, ujnë korrekt, verës ata dalën ata rotat, që jenë shumë të lezetshme, shumë të mira, e që të thot në Arabi, na, i përjetojmë këtu. E mos flasim për ta prallat historike, do thotë që jeni ju kanë vesh në popujve, shekujme të tëra, kishte ka lind Hazreti Isa. Po. E mos flasim tani, do thotë në aspektin logjikisht, s'keme çka më gëzu na hiç, po aspektin tjetër, po do thotë nëse është diçka për lindjen ajo është këtë, do thotë ndryshim dhe manipulim me faktet historike, po edhe Kurani do thotë demanton këtë çështje, do thotë nuk është ashtu që shpo besojmë, po tash numër 3, na çka folëm tani për Hazreti Muhamedit alayhis salam, pa ka bon braj na isen në herë kështu bre. A ka bon në herë kështu ajet. Ha? Diçka që do të thotë. Shokët e tij, gjeneratët e tij që kanë ardhur pas. Ku është dashnia jon? Po, ku është, domethënë, ai malli ynë për Hazreti Muhamedit alayhis salam. Nëse na Allahu në ajetin Kur'an dhe tjetër në surat Ali Imran po thotë, tash shihni këtë ajet. Keni kujdes Allah, keni kujdes. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, nëse na me të vërtet deklarohemi publikisht na e dojmë Allahun dhe pejgamberin e tij, atëherë pejgamberi po thotë fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahu nuk mundi me ndasht ju pa marrë mostrën nga une, ka Muhamedi alayhis salam, pa marrë yrnekun se si duhet Allahu. Prandaj dashuria pejgamberit alayhis salam është numër 1 që neve na nxjerr nga ajo kriza, do thotë edhe fetare, na forcon besimin, po edhe ajo kriza morale me qenë, do thotë jeta e tij, biografia e tij, shembull për ne, për mirësjellje, për një babë se si sillet me fëmijët e tij, Hazreti Fatimia, sa herë ka thonë, sa herë kumion në shtëpi, po matua, po baba, të përndon është fjallë për Muhamedit alayhis salam. Po si burr, se si u sjell me gratë e tij pejgamberi alayhis salatu wassalam, sa modest ka qenë bre, ka ndihmuar gravet e tij në shtëpi. Kur ka qenë nevoja për miel, bagdini ka miel bagdin. Kur ka qenë nevoja për me kep diçka të shkyer, do thotë vjetër, i ka kep pejgamberi alayhis salam. Kur ka qenë nevojë me pastru, i ka pastru bre. Po sjellja e tij si shok me sahabeve ka qenë kur jemi ul na, do thotë me një mejlis, ka ardhur dikush i ujë, nuk ka mujt me ditë ku është pejgamberi alayhis salam, veç të dallua as pak nga ne. Po sjellja e tij si imam, lider, imam i xhamisë dhe i muslimanëve, po dhe si lider i muslimanëve, si kadi, ku ka pas, do të thonë probleme dhe probleme sociale për me gjykat, për me marrë dhe mendime, për me prej, do thotë këto problemet që kanë pas me smetin në njëherë sahabet, po sa drejt ka qenë. Kur, do thotë, si ka pas zullum as kujt bre. Po dhe më armikun në kur si ka pas zullum as kujt bre. Prandaj, këto ishin disa ajete kuranore për shëmbëlltyrën e Muhamedit alayhis salam. Kurani dhe Muhamedi alayhis salam do thotë që na sot na mungon shumë jetën tonë. Na mungon sot jetën e praktikët e tregtarët bre. Tregtarët tanë bre. Mësuesat tanë, profesorët tanë, nuk i kanë dhe ju mungon atyre do thotë shëmbëlltyra pejgamberit alayhis salam. Rahim Allahu mar'an samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara. Allahu bëv rahmet një njeri i cili kur blen diçka nga është tolerant, është zemërgjër, po dhe kur shet është zemërgjër. Do të thonë nuk i kshir me krinë, me gram. Po. E kur ka edukua, sa herë që ka ardhur sahabiu, po sahabët ka ardhur një bedevini një katundit larg në shkretinës,
ja Resulullah, ja Muhammed, edhe ka i bërtit, ja Muhammed, edhe ka rogë për gjybe, ka ngrej keq. Po, jo muslimat dhe më thonaj. Ka thonë, ku më pasunia jote, ka të më shukve tu t'i pjep, se mus më mjep. Po, a zëti mirë me një herë, për me, dhe thot, me kapa tonë dhe me të mendala, po, dhe për me eduku, dhe thot, me fjalë tjera, me kamgjimi, me rejha ta. Pejgamberi alayhis salam i drejtun, jo po thot, mos e ngoc leje. Atëherë i ka dhënë atij, do thot, nga pasuria Beitul Malit dhe pasuria muslimanëve, po pastaj kur e ka pa çka është mëshira e pejgamberit alayhis salam, atëherë ka thënë ja Allah, tu fal namaz, po bon me rahmet mua dhe Muhammedin dhe askund tjetër mos e bën rahmet se çfarë ka ditë ai, do thot, ka pas sjelljen e mirë, edukatën e mirë. Mëshiro ja Allah mua edhe Muhammedin alayhis salam, se shokët e tij vuk deshten, më thon, pse solla keq, ishte qëllimi këtu do të thaj. Prandaj sahabët kanë kesh, ata kur ai ka bën doa kështu. E shumë raste tjera, aspektin edukativ, pejgamberi alayhis salam ka qenë shembull për butësi, për mëshirë, edhe për udhëzim të drejtë, do të thotë. Edhe me delegacione që kanë ardhur krishterë, ju ka ofruar atyre, do të thotë, mirë se ardhen në xhamit pejgamberit janë ul rreth xhamit vufut që kanë ardhur nga Negjeran, nga të vendet krishtere, nga Arabia Saudite, nga vendi Gjazan, në kufin e Yemenit, Gjazan apo Gjejzan, po kanë ardhur për bisedime, krishterë kanë qenë, pritërit e kimshave kanë ardhur, po pejgamberi alayhis salam ka biseduar me ta, i ka mirë prit, po sjell mënyrë humane, njerëzore me ta dhe maksimum. Kjo është apeli jon. Thirrja jonë për Kosovën, për muslimanët, patjetër rekomandoj që duhet me shti dhe me integrua jetën dhe personalitetin e Muhammedit alayhis salam shkollat tona, për fëmijët tonë, për rinin tonë, për të rejat tona, për familjet tona, nëse lypim një ditë më të mirë. Normal, nëse kem tash edhe diçka do thotë për me inkuraju aspektin historik, ka historia shqiptare, nga historia osmane, primat, sultanat e mirë, burrat e mirë, zelshëm, gjymer, po që kanë lënë do thot civilizim, kanë lënë do thot trashëgimi të madhe, edhe për jetën atyre do thot nuk është problem me shti në mënyrë që ti inkurajojmë i tanë më shumë, mu bë sikur ata. Po, jetë disa libra sot drejt gjuhën arabe, el-mi'atu, po 100 të parët, po edhe anglezi që kemi përmendë ka shkruajt El-Mi'at al-Awail, Michael Hart, 100 të parët, e tjerë, po edhe ata do të thotë gjithmonë me fut në për kurrikula, në për libra, njerëz real, trima, që ka dëshmuar historia dhe bota për burrërinë e tyre, për sinqeritetin e tyre, për trimërinë e tyre. Prandaj, pa dashurinë e Muhamedit alayhis salam, se kemi imanin e plot, besimin e plot. Pa dashurinë e Muhamedit alayhis salam nuk e kemi, do të thotë dashurinë e Allahu xhalla shanuhu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shahadet nuk pranohet vetëm 50% vetëm në dëshmon se ka një Allah, po patjetër duhet me thonë ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, duhet me dëshmuar edhe për pejgamberin alayhis salam dhe ajo është dërguari i tij. Ezanin kur ta thirrish Allahu akbar, o ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë tjetër vetëm ja, dhe dëshmoj e deklaroj se pejgamberi alayhis salam është dërguari i tij. Për namaz, kur të falesh në etihiyat, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka asnjë tjetër përveç ja, pejgamberi është robi i tij, pejgamberi i tij. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا تاكي من ngrit emrin ton. Emri Muhammedit alayhis salam është ngritur. Është më i miri pejgamberëve. Ai ka më bërë shefat për të njerëzimin. Inshallah Allah nuk na ndan nga shefati i tij, nga ndihma e tij ditën e Kiametit. Ai ka më qenë atë maqam al-mahmud, atë vendin, atë pozitë më të lartë ku të gjithë të tjerë kanë me qenë nëntë. Ai ka me qenë dyrt e gjenetit me bismillah, i pari pastaj të tjerë pas atij. Po,
Allahu na bëfë të dashur të pejgamberit alayhis salam. Allahu na dashuroft pejgamberin alayhis salatu wassalam. Allahu na mundsoft na më mësua jetën e tij, biografinë e tij, mua mësua me të tjerëve, me praktikun jetën tonë dhe me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Amin. Allah ju dhëzoft popullin tanë, liderët tanë, mësuesat tanë në këtë thesar, të thëtë të shenjtë, në këtë mëshirë të madhe, Allah ju dhëzoft ata për më artë të kjo thesar të kjo mëshirë, se me të vërtet nëse nuk udhëzohen, kanë me hupë në këtë dynja dhe në heret. Ju falenderoj për ndëgjim, ju falenderoj për sjellje, besoj që këto ishin vizion, apo ky është vizioni kuranor për Muhamedit alayhis salam, për rolin e tij, domethënë misionin e tij, detyrën e tij dhe obligimet tona ndaj tij. Allahu ju ruaj, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Faleminderit shumë për këtë pjesë të parë të ligjëratës dhe rrjedhimisht për këtë pjesë të parë të këtij emisioni. Ne do vazhdojmë të lexojmë disa nga pyetjet e dëgjuesve tanë të cilat kanë arritur. Dhe pyetja e parë e cila vjen në program, ju përshëndes thot me selamu aleikum dhe ju falenderoj shumë që edhe sonte kur të gjithë të tjerët po merren me shfrenim dhe fest, ju keni gjetur kohën që t'jeni me ne në transmetim dhe në program të drejtë për drejtë. Deshta të ju pyes mbi festimet e festave të vitit të ri, ndoshta thot është jashtë temës, por është një fenomen shqetësues. Thot, mbase thot unë nuk e kam ndoshta 100% nga aspekti fetar, por duke pas parasysh nga përditshmëria në të cilën jetojmë, nga kushtet të cilat i kemi, nuk e di sa do t'ja vlente ta bënim një festim të kotë. Do të kërkoja komentin e hoxhës së keni në studio. Festim, faleminderit për pyetjen. Pak nuk kujta me kupton çka nuk kuptoj ti moderatora bën pjesën e fundit pyetjes edhe ne çka kërkojmë në pyetjen për festimet e vitit të ri, do thotë që po bëhen e ka fjalën do thotë nuk thot ndoshta unë nuk e kam thot krejt për qëllime fetare, thot por duke pas parasysh kushtet në të cilat jetojmë, edhe ato të cilat përballohemi çdo ditë, thot nuk e di sa do t'ja vlente që të bënim shpenzime dhe të festonim një festë e cila për mendimin e dëgjuesit është festë e kotë. Është po, shumë e qelluar. Na menzi po i përballohemi me vështirësinë të kësaj jete. Menzi po i përballohemi domethënë problemeve të lasheve të kësaj jete, e tashti munduhet do thotë edhe ai i cili ka gjendër më doftë ka mundohet jo nga turpi, jo nga do thotë ngushtimi, me bë diçka me hin rangon atyre të cilët do thotë po festojnë këtë çështje. Shumë është të gledi, në normalisht s'ki nevojë për gjombre më mas, s'është e jona, po nuk i ka i rriqë shto normal që të jetua, kaj, ti vense me qajt, maroj të shkurtua jetën, të shkurtua ymri, e s'ke punua sa do të mjaftë, s'ke falë sa do të mjaftë, po, e kërkua Allah që në shone, Allah, me përmbaron njëra, do të frigua dhe me kërku që di me qenë ma e mirë se e sot mirë. Përmbaron një javë, mi lutë Allah që java ashme me qenë ma e mirë se ma produktive se java aktuale. Përmbaron muaj, mi lutë Allah dhe me qajtë që muaj ashme me qenë ma produktiv dhe ma i bereqeqen se sa muaj aktual. Përmbaron një vetë 12 muaj, kuko për muaj, me po marë regjistrin, mune pa dyshim se ndalë ngeli dhe të më problem, qdo në fushë të jetës. Do të me qenë shumë objektiv dhe real jetën tonë brej. Qa po bëjmë na? Qa kemi realizu? Qa kemi arrit? Qa kemi bo? Po, mirë bo, qa me badin? Duhet pa kopën, duhet edhe një iniciativ i moderatorë dhe vëllau i dashur që na ka pyet, na duhet një iniciativ neve që të bëjmë na festivale të ndryshme, tubime për pejgamberin alayhis salam, edhe gjatë ditëlindjes së tij pse një herë kemi bën do thotë para muajin Rabiul Awwal, para 2 muaj afërsisht, po një muaj gjys
Prishtinë është bën edhe vjet është bën atë, por neve na duhet pak bime më shumëta për me informuar masën dhe publikun për rëndësinë e ndjekjes së Muhamedit alayhis salam. Nuk bën vetëm në xhami. Nuk mjafton dersi vetëm në xhami. Xhami këtë ata që vinë, vllazën janë keq ka fal. Ata nuk kanë problem me febre. Ata nuk kanë problem me Allahun as me Muhamedit alayhis salam. Mos i ngusni ata xhamatin xhami shka janë. Mos i ngusni sa ata janë të udhëzuar aty në duhet përforcim pak. Neve obligimet tona, gjynoja jonë, kusuret tona, po shprehjem kështu, e kemi me publikun bre. Publikun nuk është me këtu. Kafet tona, kafiqet tona, najet, qajtarët tona, Shadrvanin Prizren, qytetet në Prishtinë, qendrat kryesore ku jenë, po çfarë po bëjmë na? Çfarë reklama po bëjmë për pejgamberin alayhis salam? Vetëm kur vjen muaj me flytet, me kafshë të drita, edhe ata Nështë e i ka dhe në përë është u, a me që ka që jo, nuk ka që ka që mjaftre. Ku jenë programet, ku jenë, dhe me thonë, nejete, ku jenë debate, ku jenë seminaret, ku jenë, dhe thotë, bukëdhënja, ku është, dhe me thonë, vizitat, më shku mi vizitu të tjerë, po me në gjallë jetën e pejgamberit alayhis salam. Duhet mi tregu masës dhe popullit, disi, dash me fjallën, dash me punë, se neve mësuesi ynë, Hazreti Muhamedi alayhis salam, i dërguar e Allah Gjeleshanu, mëshirues, dhe më thë që është krejt Ahmet Mëshirë, a i shumë aftë. E shku me vizitua ata skandor, sotit me përgjitmale, në përburgje, ata të burgosurit, po, e ata cilët, ata djetimorët, me shku, me ledhatua dhe me ndihmu, po, me qenë aktiv për me fjallë tjera, dinamik me qenë bre. Kjo është misioni pejgamberit alayhis salatu wassalam. E na po gëzohemi gëzuar vitin e një, qka më gëzuar? Sa kuzhina popullore kemi në Kosovë që japin buk për izat zotit bre? Sa kuzhina më tregoni mua përveç se njëm për Izrael, ku të gjushit më themelohet edhe njëm Prishtinë dashta. Sa kemi që valla dikush kushartë e ka barkun bosh, është i uritur, po shkon po han e nuk i ka mundësi. Sa kuzhina kemi bre na? E sa, domethënë vende, domethënë që kemi në do thotë kështu ato e për me e shkip, domethënë, mirë, me ndihmat humanitare. Sa kemi ashtu në? Aty këtu kemi shoqata humanitare, mirë për ato shoqatave, ju kanë ngushtua, do thotë, ju kanë ngushtua me sapi, po dhe njëherë vinë, donacionet, aty këtu, dhe njëherë dalet, e qenë aksion universal, këtë popullit. Po, fjala është për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Mronej, kur ishim njëherë sa për më të regua, për çdo vjetë, kur vjetë ditën e pejgamberit alayhis salam, del sultani, mbreti i Brunejt, edhe xhamati, edhe studentët, ecin me për pikësimit, qarkullojnë në për qytet, me të regu që sot ditën e pejgamberit alayhis salam. Në rregull, po kjo nuk kam jahtë. Edhe aty në kom thonë atje, kjo nuk kam jahtë me dalë vetëm në përru, me dëshmua se sot ditëlindja. Na, me fjallë, Mo, i kemi mërzit popullin, i kemi mërzit xhamatin, i kemi mërzit publikun, na duhet punave, action, aksione, pun. Apelojt e traktar, apelojt e të gjymerlit, apelojt e të kush ka ndorë diçka të lider, të çdo kush pak më ullë, më të buat, dhe me bot diçka për këtë pejgamber. Se si, për me informu publik. Në Arabinë Saudite, kam bëti se iniciativa, dhe me thonë, disa shoqata botërore, disa, domethënë shtete e Arabisë Saudite dhe disa shtete tjera, po me disa projekte ta'rif bi sunneti nebi, me shuru ta'rif, domethënë ka projekti për me informua masën e sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe të nëna duan projekte të këtij lloji që me qenë personaliteti Muhamedit alayhis salam, çka kur përmendet të gjithë mu tregu sjell çka kushon para ti. Edhe musliman edhe jo musliman. Allah na ndihmoj. Amin. Nderuar doktor, do të vazhdojmë edhe me pyetjen e radhës që vjen po ashtu nga një dëgjues. Thotë ju dëgjova më herët që cekët rastin kur janë bërë karikatura në disa shtete perëndimore të Muhamedit alayhis salam.
sigurisht me siguri thot do të duhej që t'ju kujtohej një prift shqiptar në Amerikë i cili shprehte mllefin ndaj shqiptarëve musliman dhe thoshte që është dashur që shteti serb ti vret dhe ti prej ata shqiptar musliman të cilët janë. Po, pa dyshimi kemi ndëgjuar, dhe kemi lexuar edhe turp për atë person. Edhe nuk besoj unë që pala tjetër, domethënë katolike pajtohen me mendimin e tij, po ndoshta ky ekstrem vetë është. Ky vetë ndoshta ka një problem psiqik, domethënë ka probleme shëndetësore psiqike. Mirë, po ndërsa shumica pala tjetër, domethënë masa përzala po përgjithësi nuk besoj që ata kanë këto mendime. E kështu, kjo të liri e shprehjes. Kjo liri e shprehjes ti me etiketu me një llos, një pejgamber që është përmendur në Kur'an dhe 1.7 miliard, domethënë musliman botë që janë bre. 1.7 miliard numri i muslimanëve në botë që janë. Për 1 miliard e gjysmë musliman, tipi jo një llos. Çfarë shprehje lirë është? Kjo është nxitje për luftje, kjo gjuhë urrëties, kjo gjuhë domethënë mosdashurisë, kjo mbjellje acarim, problem duhet me dënu me ligj atë person, ai cili do thotë nxjerr shkakton urrëtie dhe nxitje në mos respekt apo në probleme, ai cili shkakton këto gjëra, ato duhet me dënu me pas lidhje penale për ata persona. Po, mjerisht dhe vjen keq, e kjo nuk është shprehje e lirë. Shprehje e lirë, po fol çka është për më fol. Më shprehje e lirë, me kallë Kuranin, ti mu që do thot, po me i pushkatu musliman sikur sa ata në New Zealand ditën e xumat u fal, po hina ai terroristi i pushkaton nga mbrapa, ky tjetri me shprehje të lirë të karikatura në Paris apo dikon pastaj po del si reagim dikush pa hak mirë me tyre. E pastaj shifnin terroristët musliman. Yani, para se me pa reagimet e muslimanëve, pse nuk pishin reagimet aty në gazetarë, a nuk po ka se çka me diskutua ata korrupsionin ekonomik, politik, moral, po me shku bashkë te pejgamberi muslimanëve. Çka on kjo? Po besoj që tani edhe ata janë edukuar pasi që domethënë po gabojnë vetë qëllimisht, pastaj të paguajnë gabimin shtrajt, atër tash ata kanë marrë ligje, si kanë marrë mësim, dhe kohëve të fundit nuk po shoh më edhe nuk po lexoj, nuk po me pa për media që dikush po sillet kështu akoma. Atë na nuk po nalen në për media, aty këtu domethënë disa artikuj, domethënë në gjuhën shqipe, për disa gazeta që shqipe ditore, nuk po nalen aty këtu disa intelektual, po na sulmojnë akoma. Po, Allah ju zoftë. Amin. Doktor i dashur, këto ishin pyetjet që kanë arritur deri më tani në program. Nëse kam mbetur diçka për të shtuar, mirë, nëse jo, sigurisht keni marrë shumë nga dëgjuesit të cilët kanë shkruar duke bërë vetëm përshëndetje dhe duke të falendëruar për ligjëratën, edhe ne patjetër dhe e kemi sigurisht të obligueshme që t'i falenderojmë edhe ata që këshilla ime e fundit që na në këtë natë ku këtë bota futën gjëna, në këtë ku ato zhyten në harame, po na të kthehemi ta bëjmë një kthes, domethënë serioze, radikale për ka mira, ka Allahu xhaleshanu, ka pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ta qartojmë veten tonë, punojmë më shumë, të jemi më të dashur, më të respektuar, më të vyshëm, dhe më besimtar, dhe se kushtojmë rëndësi më shumë të punët se ta fjalëve. Kushtojmë rëndësi më shumë punës dhe veprave se ta fjalëve. Allahu na ndihmoftë edhe neve dhe juve, ju përshëndes sonte dhe inshallah shifemi emisionin e ardhshëm me izin Zotit xhaleshanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, të falenderojmë shumë edhe të dëshirojmë një javë të mbarë e miru takofshim në emisionin e ardhshëm.
Amin, Allahu të emanet. Amin. Allahu të emanet. Amin. Të nderuar miq, të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në valët e radios Dituria Islame dhe jemi shoqëruar me profesor doktor Hafez Hayreddin Hoxha. Kemi qenë në këtë emision mbi të cilin pra flitet për aktualitetet fetare dhe edukative arsimore, do të thotë i titulluar i tillë. Dhe në emisionin e sëmtëm kemi trajtuar së bashku temën Kurani dhe Muhamedi a.s. E ne ju falenderojmë të gjithë juve që ndatë kohën tuaj me ne në këtë transmetim të sëmtëm të drejtë për drejtë, në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emrin tim Avni Logiçi dhe në përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju falenderoj për kontributin tuaj, po ashtu dhe me pyetje të cilat i bët dhe u drejtohet në këtë emision të sëmtëm, duke ju ftuar që të na bashkangjiteni edhe në programet e ardhshme e deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e të Madhit Zot. Natën e mirë.